Dhe në zhvillimin e ceremonisë së samitit të Europës në ambientet e Teatrit Operës së Balletit ishte edhe një konfirmim i kapaciteteve, i talenteve tanë dhe pikërisht doja të ndalesha edhe këtu sepse personalisht u kujdesa për gjithë aspektin artistik të ceremonisë hapjes samitit në Teatrin Kombëtar të Operës së Balletit dhe në të vërtetë aty u shpalosën disa vlera si ishin vlerat kombëtare duke u nisur nga trashëgimia kulturore ku vendosëm në pa disa vlera shumë të rëndësishme siç ishte xhubleta, lahuta, komplimente sepse ishin shfaqje shumë të rëndësishëm dhe shumë përzgjedhja personale ishte për ta filluar me një talent shumë të ri, i cili ishte Ergi Meraj në balet, ku mbështetja ndaj tij si teatër kombëtar të Operës së Balletit ka qenë gjithmonë, duke u nisur dhe në pjesëmarrjen e tij në veprën në baletin Arthyesi në dhjetor,